Dua të bëj nikah, mirë po babai dhe nëna ime nuk më japin leje për arsye se familja e vajzës, ne me familjen e vajzës pas kemi një lidhje të largët. Pra, domethënë familja e vajzës dhe familja tona kanë një lidhje të largët dhe familja e vajzës dhe babai, pra nëna dhe babai i vajzës janë dakord, mirë për problemin ma bëjnë baba dhe nëna ime. U bo 2 vjetë që mundohet t'i bind babën dhe nënën. Atëherë çoj këtë videon time, inshallah ju vjen mendja. Mos e ndaloni djalin të martohet me atë që do. Përderisa familja e vajzës janë dakord, unë çfarë të bëj kur s'ngjon baba vajzës dhe nona vajzës? Na gazon halli me këto tjerët. Jo thot se ne kemi lidhje të largët. Po fjala e largët çfarë do të thot? Sa është e largët? Sa? Sa kilometra? Sa milje? E rëndësishme, ti se si e zgjidh këtë punë, Allahu ta lehtësoft. Unë nuk them dot le prindit që të martohesh. Ama unë i them prindërve tuaj që të friksohen Zotit e mos ta ndalojnë djalin të martohet me atë gocë që do. Është gjuna e madh për prindin të bëhet pengesë që djali martohet me një gocë që e don dhe goca e don dhe familja e gocës është dakord, nuk ju dhem atyne, po ju dhem këtyne. Kupton ti çfarë ban kjo botë apo jo? Prandaj të dashur prindër të këtij djali, friksoheni Zotit, e lejeni çunin në rahat, të krijojë familje.